Alergjia është një reagim armiqësor i sistemit imun ndaj një substance që normalisht do të konsiderohej pa dëmshme. Reaksionet alergjike shkaktohen nga ekspozimi ndaj alergjenëve. Një alergjen është një proteinë që organizmi e vlerëson si të huaj dhe të rrezikshme. Alergjenët mund të jenë ushqime të veçanta, toksina mjedisi, poleni i luleve dhe pemëve, myku, morri i bimëve, zemërimi i shtazor dhe një mori irrituesish të tjerë. Menjëherë pas ekspozimit ndaj një alergjeni, sistemi imun lëshon antitrupa specifik për të shkatruar këtë alergjen armik, duke angazhuar një seri kompleks veprime që përfshin një sër reaksionesh biokimike. Më pas këto kimikatë prodhojnë një inflamacion ose simptoma të tjera të një reagimi alergjik. Reagimet alergjike mund të jenë nga më të lehta deri te më të rëndat, ku këshilla profesionale mjekësore menjëhershme bëhet e domosdoshme. Të dashur miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje përsëri nga televizioni i NTV-s. Jemi në stinën e pranverës, kemi ardhur në stinën e pranverës dhe nga shumë njerëz kam dëgjuar problemin e alergjisë. Pra, të shtimat. Si fillim njërë, më dëgjoni me kujdes për fëmijët. Përsëri merrni një blok dhe shënojni këto që unë do të them në një blok ose më saktë në një fletore me stilolaps. Sepse do të përmendim shkaqet kryesore të alergjisë. Të shtimat, kollitjet, ato inflamacionet ose më saktë problemet me laringitet, problemet me faringitet, përse ndodhin? Përse janë alergjit gjithnjë në stinën e pranverës dhe kur hym në stinën e dimrit? Ndërkohë që ne kemi dalë nga stina e dimrit dhe kemi hyrë në stinën e pranverës, trupat tona bëhen më sensitiv, sistemi imunitar bëhet më sensitiv, të shtimat shtohen, problemet me kollën shtohen dhe problemet me skuqjen e fytit shtohen. Madje, jo deri më kaq. Por, ka dhe nga ata njerëz, ka dhe nga ata fëmijë që alergjia shoqërohet dhe me reaksionet fuqishme inflamatore. Siç mund të shoqërohet dhe me një dermatit, mund të shoqërohet me një prurit, mund të shoqërohet me një temperaturë subfebrile, mund të shoqërohet me ethe, mund të shoqërohet me fryrje e barku, mund të shoqërohet me dhimbje koke, mund të shoqërohet me marrje mënç, mund të shoqërohet dhe me një diare. Pra, alergjia në fakt, çfarë do të thotë alergji? Alergji në fakt do të thotë një humbje ose më saktë një reagim i sistemit imunitar. Por përse reagon sistemi imunitar? Pra cilët janë shkaktarët që sistemi imunitar reagon? Sepse nuk mund të reagoj kot, por ka një shkak. Tani, më dëgjoni me kujdes sepse këtu unë do të them edhe përse ndodh alergjia dhe cilat duhet ose cilat ushqimet ne duhet heqim nga tryeza për të luftuar alergjinë. Si fillim nëse keni alergji, bukën e bardhë, lule shtrydhet, pjesën e arroreve, pjesën e peshkut, pjesën e mishit kuq, duhet i reduktoni pak. Pra kur keni alergji, arroret, lajthit, arrat, lule shtrydhet, bukën e bardhë, majan, nise shtet, duhet i reduktoni masivisht. Do të them edhe ato ushqime të cilat shkaktojnë alergjin, që juve i doni pothuajse çdo ditë që t'i keni në tryezë, qumshti dhe djathi. Nëse keni një alergji dhe nëse keni problematika të kollës, nëse keni problematika zakonisht të marrjes apo deri diku të një astme bronkiale, atëherë dhe nëse përdorni qumshti, nëse përdorni djathin, është koha që ta reduktoni pak. Pra, siç unë përmenda bukën e bardhë, siç unë përmenda niseshten, siç unë përmenda glutenin, siç përmenda arroret, siç përmenda djathin, duhet të reduktoni dhe qumshtin për disa ditë. Sepse do thoni ju, po si ka mundësi këto ushqime që ti po na i thua që ne t'i heqim. Atëherë, vim tek shpjegimi dhe tek shpjegimi shkencor. Si fillim, për të larguar alergjin duhet heqim pak ata ushqimet që rrisin alergjin dhe që rrisin inflamacionin. Nuk po them që hiqen dhe nuk përdoren më, por që të përmirësohet alergjia, që të përmirësohet dhe prodhimi i staminës, duhet të reduktojnë këto ushqime që më dëgjoni me kujdes, qumshti kryesisht, djathi, lajthit, arrat, mishi peshkut, mishi kuq dhe domatja reduktohen së bashku dhe me lule shtrydhen. Pra i përmenda në fillim të emisionit. Si i fillim gjendet shkaku i alergjisë, që shkaku i alergjisë janë zorët. Është një sindrom e cila quhet leaky gut ose sindroma e zorës së inflamuar, apo sindroma e zorës e cila ka përshkueshmëri të tick junction të envoplakinave, periplakinave, desmogleinave dhe që ka një ulje të milivoltazhit. Potenciali membranor elektrik i mitokondrisë ka një milivoltazh minus 160 milivolt. Dhe kur këto tick junction ose qelizat të cilat lidhin enterocitet, barierën
intestinale, dëmtojnë, krijohet përshkueshmëri dhe molekula të cilat kanë më shumë se 45 dalton, 18 dalton, 86 dalton, futen brenda dhe mund të shkaktojnë inflamacion. Pra çfarë unë dua të them? Si fillim që të përmirësohet alergjia, duhet të reduktohen ushqimet që ju shkaktojnë alergji. Pothuajse, bulmeti, qumshti dhe djathi duhet të reduktohen së bashku me gluteni, së bashku me glutenin, produkte cilat janë me brum dhe mishi i kuq. Këto nëse nuk reduktohen, alergjia do jetë aty. Alergji do të thot aktivizim i qelizave të sistemit imunitar dhe reakcion i sistemit imunitar lokal. Qendra e sistemit imunitar ndodhet në florën e zorëve. Alergji do të thotë çlirimi i histaminës, çlirimi i noradrenalinës, aktivizimi i locus ceruleus dhe aktivizim i një regioni në tru i cili quhet area ventralis tegmentalis anterior. Çfarë do të thotë? Aktivizim i disa mediatorëve inflamator, histaminat, leukotrienet dhe prostaciklinat. Por do të ndalemi tek histamina. Rritjen e histaminës në gjak, alergji do të thotë histamin. Histamin do të thotë probleme zorët. Kush e rrit histaminën? Qumshti, djathi. Kush e rrit histaminën? Mishi kuq, buka e bardhë. Por këto unë nuk po them që ti ishni pothuajse për gjithnjë. Por derisa të përmirësohet problemi i alergjisë, këto ushqime duhet të reduktohen. Këtu fusim edhe pak ushqimet e procesuara, sheqerin, produktet e rafinuara të mbyllura, ose ushqimet e kalbura, ose ushqimet e vdekura, që duhet të reduktohen masivisht. Atëherë vim tek histamina. Përse ndodh që u keni të shtima? Përse ndodh që u keni dhimbje koke? Përse ndodh që u keni dhimbje të fytyt? Përse ndodh që u keni problematika të aparatit respirator? Përse ndodh që mund shkoni dhe deri në urgjencë? Sepse receptorët proteinik të histaminës janë në disa grupe. Receptorët proteinik të histaminës H1, receptorët proteinik të histaminës H2, receptorët proteinik të histaminës H3. H1 zakonisht ndodhet në muskulaturën e lëmuar të zorëve, në muskulaturën e lëmuar të bronkave dhe në muskulaturën e lëmuar të enëve të gjakut. Receptorët H2 ndodhen në qelizat parietale të stomakut. Kur kemi një aktivizim të qelizave mast apo të mastociteve, të monociteve, të bazofileve, të cilat të ndodhen në mëlçi, në kapilarët sinusoidal, ndodhen në pjesën e qelizave të kupferit, ndodhen në pjesën e barierës intestinale, ndodhen në pleksusin submukozal, në pjesën poshtë mukozës të zorës holl dhe të trash, këto çlirojnë dhe histaminën, këto çlirojnë dhe disa lëndë të tjera të cilat zakonisht quhen prostaglandina. Atëherë këtu kemi një imazh shumë të bukur. Nëse këtu do të kemi një përshkueshmëri të mikrobiotës dhe një herë tjetër, shkaku i alergjisë është në florën e zorëve. Këtë mos e harroni asnjëherë. Pa u pastruar zora nuk rregullohet alergjia. Alergji do të thotë një reagim i sistemit imunitar lokal. Një reagim i qelizave mast, një reagim i qelizave bazofile, të cilat prodhojnë histamin. Dhe për të coptuar histamin, duhet metilacion, duhet grupi metilimit, informacione cilat nuk thuhen në asnjë vend, vetëm televizionin e NTV-s dhe në emisionin Box Shëndet thuhen. Për të coptuar histamin, duhet metil, për të coptuar histaminën, duhet zink, për të coptuar histaminën, duhet B12. Shkaku i alergjisë janë problemet me zorët. Pa u zgjidhur problemi i zorëve dhe pa u reduktuar ushqimet që shkaktojnë inflamacion, nuk rregullohet alergjia. Atëherë këtu kemi zorën ose barierën intestinale. Këtu zora kapet pas disa proteinave të cilat quhen Ting junction, gap junction, envoplakinat, periplakinat, desmogleinat, periplakinat, të cilat kanë një rrjet elektrik dhe që quhet potenciali membranor elektrik. Dhe nëse këtu vim molekula të cilat kanë zakonisht një peshë më të madhe se sa 100 dalton ose 200 dalton, sepse uji është rreth 12 dalton, urea është 44 dalton, gliceroli është rreth 60 dalton, glukoza është rreth 80 dalton. Por nëse kam më shumë peshë se sa këto shifra që unë përmenda, atëherë zora këtu krijon një përshkueshmëri. Dhe këto zakonisht quhen oligopeptide ose deri diku tripeptide ose tetrapeptide. Zora e holl këto proteina, nuk i njeh dhe shkakton inflamacion. Dhe më pas, këto lidhen pas receptorëve të histaminës ose pas receptorëve të aktivizimit peroksizomeve dhe shkaktojnë atë që quhet dhe prodhim të interferonit ose një
një shtim të prodhimit të interferonit, që kjo shoqërohet dhe me dhimbje të kockave, me dhimbje të nyjeve dhe me dhimbje të eshtrave. Madje, receptorët proteinik të interferonit, ja ku jemi, këtu kemi dhe pjesën enqilize mast, këto zakonisht janë ato të cilat quhen histamina, dhe histamina del prej qelizave mast dhe mund të shkaktoj dhe prodhim të noradrenalinës nga locus ceruleus. Noradrenalin do të thot një hormon stresi. A e dini që ankthi dhe alergjia janë shumë afër bashk? Është shumë e rëndësishme kjo. Emision që deri diku do të hyjë në mendjen tuaj dhe do të thellohet shumë. Alergjia dhe ankthi janë bashk. Si është e mundur kjo gjë? Mendojeni pak. Alergjia dhe ankthi duke qenë se janë bashk, sepse rritet inflamacioni në mukozën e zorës së hollë, rritet histamina dhe histamina stimulon prodhimin të një katekolamine deri diku bazale dhe periferike. Katekolaminat prodhohen nga mbiveshkoret, por dhe nga qendra e trurit. Zakonisht prodhohen dhe nga hipotalamusi me histaminën, por dhe nga locus ceruleus, që është pjesa e palcës së kurizit. Atëherë, si ka mundësi? Rritja adrenalinës, rritja noradrenalinës kërkon një enzim që të coptohet, e cila quhet katekol metil transferaz, dhe coptimi i histaminës kërkon patjetër metil, që quhet histaminaz, diaminoksidaz, histamin acetil metil transferaz. Por për të deri diku për të eliminuar alergjin, tani çfarë do të bëjmë? Okej, ti na the që duhet të reduktojmë këto ushqime, por për ta eliminuar, vim pak tek ushqimet ose tek kombinimet më të rëndësishme vajore, të cilat do t'i përmend pak më në imazhet të cilat do t'jepen pak më tutje. Vaj rigonit, vaj trumzës dhe vaj farës së zezë janë 3 kombinimet kryesore të cilat reduktojnë alergjin. Këtu kemi vajin e rigonit. Si përdoret vaji i rigonit? Mbani një flet dhe shënojeni pak, dhe duhet të jetë i pranishëm me karvakrol. Karvakrol, eugenol ose timolol, ose zakonisht dhe një lëndë tjetër e cila quhet kaemferol. Por vaji i rigonit, nëse thot antioksidantin ose flavonoidin e karvakrolit, përmirëson efektet e alergjisë dhe rregullon barierën ose astarin e mukozës së zorës së hollë. Dhe përdoret 2 pika në një gotë me ujë, i përzier dhe me pak vaj kokosi, në mëngjes edhe në drekë. Ndërsa vaj trumzës përsëri përdoret nga 2 pika, zakonisht i përzier me një lugë kafe ose me një lugë çaj vaj kokosi, në mëngjes dhe në drekë. Është edhe vaji farës së zezë. Vaji farës së zezë është magjik, por me kujdes duhet gjetur me etiketën i cila do të thot ose e cila quhet me emërtimin timokinon. Pra me kujdes, unë e di që ju e merrni shumë vajin e farës së zezë, por nëse nuk thot fjalën timokinon, nuk vlen. Dhe nëse doni që ta merrni me këtë fjalë, atëherë duhet ta merrni më së miri nga jashtë. Pra, nga vendet të cilat janë jashtë. Dhe duhet të ketë një emërtim i cili quhet timokinon. Po ua specifikoj se çfarë duhet të kenë produktet dhe se si është e mira që të merren, por me kujdes. Nëse keni një problem shëndetësor dhe nëse jeni në një alergji, është e mira që për kombinimet e këtyre produkteve në mënyrë afatgjate të konsultojeni me profesionistin e tuaj të besueshëm bimor ose mjekësor. Mos të bëni sipas kokës tuaj vetë që t'i përdorni për një afat kohor atë të gjatë. Por, vaj rigonit, vaj trumzës dhe vaj arës së zezë me të vërtet reduktojnë alergjin, forcojnë enzimën e katekol metil transferazës, sepse metabolitet e adrenalinës zakonisht janë acidi hidroksimetoksimandilic, acidi hidroksimetokifeniletilglikolik, të cilat këto bëjnë të mundur të lindi një aldehid mandelik, më pas acidi trikarboksilik dhe më pas alkooli. Pra, vaj rigonit esencial, vaj trumzës esencial, kombinohet me ujë dhe me vajin e kokosit. Duat përmend dhe një suplement tjetër që kjo është specifike dhe duhet merret patjetër me këshillimin e një profesionisti mjekësor. Por ndodhet tek qepa, ndodhet zakonisht tek mjedrat, ndodhet edhe tek manafera. Quhet kuarcetin. Për mendimin tim, unë vetë personalisht nga shtëpia ime nuk e eliminoj as pak kuarcetinën dhe e kam si suplement bimor ose organik. Kuarcetina ishte në një imazh para këtyre fotove miq, ja ku kemi dhe kuarcetinën. Kuarcetina ndodhet tek lëvorja e mollës, tek boronicat,
te rushi i zi, tek mjedra, tek mani dhe pothuajse tek lëvorja e mollës që unë ua përmenda. Dhe nëse keni alergji, shtoni dhe pak lëngun e mollës, lëngun e lëvorës së mollës. Shtoni përdorimin e boronicave, të çajit të boronicës dhe përdorimin e manaferave dhe këto janë me të vërtet pothuajse procese të cilat përmirësojnë dhe reduktojnë mykun ose inflamacionin në zor. Sepse alergji do të thotë, sepse unë nuk kisha shumë kohë për t'ua shpjeguar, por u shpjegova fiziopatologjinë e zorve, e likigat e histaminës, e enzimës histamina acetil metiltransferazës, histaminazës, që kështu këto rrisin dhe IgG-t, IgA-n, IgG-n, imunoglobulin alfën, imunoglobulin gamën, këto rrisin i interleukin 1-shin, interleukin 2-shin dhe deri diku bëjnë të mundur shtimin e të disa mesazherëve proteinik ose të disa mediatorëve inflamator. Është të rëndësishme që kur keni alergji të masni dhe nivelin e vitaminës B12 dhe të vitaminës D. Por ushqimet që shkaktojnë inflamacion si brumi, gluteni, qumshti, gjiza, djathi duhet të reduktohen. Nga këto super informacione miq, të cilat lidhen me problemet me zorët, unë u them natën e mirë dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm Box Shëndeti. Natën miq.